Atëherë përse ne themi që meditimi, sigurisht vetëm meditimi Lotus Ocean, jo të tjerat, pra meditim dhe medicine është e njëjta fjalë, vjen nga rrënja medi që do thot middle, në mes, ndër mjet, midis, pra në mes. Si lidhet dhe kjo meditimi dhe folura nga qendra e gojës që ne mësojmë me mua tek meditimi Lotus Ocean, sepse fryma jote dhe zëri yt ndikon në rrahjet e zemrës tënde. Ndryshueshmëria e rrahjeve të zemrës, HRV, që quhet sipas në mjeksi, ndryshueshmëri e rrahjeve të zemrës tënde duhet të jetë afër raportit të art, fi me cilën natyra punon apo jo. Dhe nëse sigurisht, nëse ti thua, ashtu siç mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, nëse ti thua fjalët e duhura nga qendra e gojës, nëse ti thua parimet e pastra, pra mantrat në shqip, ligjet hyjnore të multiversit, ose lavdërimet, mirënjohjet që ti bën natyrës, nga qendra e gojës, automatikisht zemra jote do dëgjojë këtë dhe frekuencat e zemrës do të përmirësojnë shumë, do të thotë sistemi yt imunitetit do të rritet, forcohet, madje këto frekuencat e zemrës do të ndikojnë pra në gjithë gjëndrat e tua të shpinës, të shtyllës kurrizore dhe do të ndikojë direkt në tru. Pra, dhe në fakt në vetëdije, pra është një fushë energji elektromagnetike rreth trurit tënd që do të përmirësohet, që do të thotë vetdia aktivizohet. Pra e gjitha kjo gjë ndodhi nga postura jote e qëndërsimit, nga fjalët që ti thua nga qendra